Jozi Marku reagon pas sulmit ndaj Gjestit. Kisha vendosur të luaja fort, por i kushtoi. Ish banori i Big Brother VIP, Josefin Marku, ka reaguar për herë të parë pas situatës që ndodhi në shtëpi, kur ai ushtroi dhunë ndaj banorit tjetër, Gjestit. Përmes një postimi në Instagram, Jozi ka sqaruar se u fut në këtë format për të luajtur fort, por ka theksuar se shumë pak e kuptuan këtë aspekt të lojës së tij, si dhe vërtetësinë e tij. Ai shprehet se vendosi të jetë i drejtë për drejtë dhe i sinqert me të gjithë, por ky qëndrim i tij, sipas tij, ka pasur pasoja dhe i ka kushtuar. Reagimi i tij ka ardhur pas një vizite të tij në Prekaz, e cila duket se ka pasur një rëndësi të veçantë për të. Në postimin e tij, Josefini shpreh se e kupton që veprimet e tij kanë shkaktuar reagime dhe kritika, por gjithashtu mbetet i bindur se ka qenë vetvetja dhe se ka luajtur sipas kushteve të tij. Do të vazhdoj të jemi sinqert dhe i drejtë për drejtë, sepse kjo është ajo që kam qenë gjithmonë, shkruan ai.